Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi alladhi istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Siç e thash në fillim të hutbes parë, pejgamberët trajtonin kur propagandonin dhe ftonin njerëzit në Islam dy gjëra të rëndësishme. Një, i ftonin njerëzit në tauhid, njësimin e Zotit, dhe e dyta, ju tërhiqnin vërtetën njerëzve për një sëmundje që ishte sëmundje shoqërore. Fatkeqësisht ne si popull kemi një sëmundje shoqërore. E kjo sëmundje shoqërore e popullit tonë është imitimi, pasimi i verbër i çdo gjëje që na vjen nga Oksidenti apo nga Evropa, pa e futur në sitat e moralit, sjelljes dhe edukatës, apo fesë, besimit, traditës. Ky është problem shumë i madh. Për shembull, po vija mbrëm nga një udhtim, isha një qytet X, njerëzit ishin me maska. Çka bërë vaki? Pastaj u kujtuam se është hallodreqi, halla e dreqit, Halloweeni. Shqiptarët me Halloween, kur erdhi Halloweeni shqiptarëve? E po në Amerika. Mjafton, kaq, është i mjaftueshme për ta bërë dhe ne. Halloweeni është festa e dreqit, festa e shpirtrave të këqinje, ku dëgjon etj. Adhurim. Që është kthy në ditë feste, në ditë etj, me maska etj. Është problem puna e imitimit. Faktikisht njeriu është i gatuar që ai që ka probleme të mëdha imiton. Allah